Shikues Salma Kpres, mirëmbroma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Ky ka qenë një vit zgjedhor i rëndësishëm për vendet e rajonit dhe për hir të vërtetës politikbërësit më shumë kanë qenë të shqetësuar dhe të përqendruar në atë se sa vende do të zënë në parlamentet respektive apo sa bashki do të drejtojnë më shumë se sa për çështjen e eurointegrimeve. Për këtë çështje dhe shumë të tjera, kam kënaqësinë që këtë agora sonte ta ndaj me Xhelal Nezirin, analist politik. Mirëmbroma dhe faleminderit që pranove ftesën time. Mirëmbroma, kënaqësi. Do ta nisim këtë analizë të përgjithshme me Shqipërinë, me që është shumë aktuale, hapja e 12 kapitujve të fundit, gjë që e përafron rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, që në fakt për qeverinë e re ka qenë edhe le të themi pika kryesore ku është përqendruar. Çfarë do të thotë një herë për Shqipërinë hapja e këtyre 12 kapitujve dhe në një farë forma a vjen edhe si një lloj presioni për Maqedoninë e Veriut? Shif, është një punë shumë e madhe që e ka arritur Shqipëria ta bëjë. E ka arritur qeveria, mirë po ka një konsenzus kur bëhet fjalë për agjendën evropiane dhe me gjitha partitë tjera, për gjithë spektrin politik të Shqipërisë, i cili mbështet fuqishëm çdo ligj që ka të bëjë me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Dhe është një merite e Shqipërisë si shtet, e establishmentit politik shqiptar, që me këtë shpejtësi të papardhur tani të hap të gjitha klasteret ose grup kapituj. Pra ka 6 nga diku 6 kapituj, diku 35-6 kapituj në tërësi. Kështu që Shqipëria ka thyer një rekord që nuk është parë më përpara, pra për 12 muaj. Pra, hapi negociatat diku në shtator vitit kaluar dhe tani i hap të gjitha grup kapituj, gjë që është një arritje shumë e madhe. Ky sukses a vjen edhe si një lloj presioni ndaj Maqedonisë së Veriut, nisur nga fakti që në përgjithësi Shqipëria, Maqedonia e Veriut, disa vende janë parë si blok mundësia për t'i futur në Bashkimin Evropian. A krijon kjo një shkputje tashmë të Shqipërisë dhe daljen nga kjo mundësia që të dyja shtetet hyjnë njëkohësisht në Bashkimin Evropian? Po mendoj se është një lloj presioni, edhe pse tentohet paraqitet si garë për se cili vend është para në integrim, është Maqedonia e Veriut apo Shqipëria. Kemi dëgjuar gjithë zyrtarët e BE-s që thonë se Shqipëria është shumë para, pra me njëherë pas Maritzi. Por këtu kemi dëgjuar edhe zyrtarë që thonë që Maqedonia e Veriut është para, pra është kryeministri që e tha këtë dhe disa ministra të tjerë. Por çështja është se nuk është garë midis dy shteteve. S'ka lidhje integrimi i Shqipërisë me integrimin e Maqedonisë së Veriut. Pra as nuk mund të pengohen, as nuk mund të ndihmohen njëra me tjetrën. Pra është në bazë të meritave individuale të çdo shteti veçmas integrimi. Pra është në bazë të meritokracisë. Aq ose kur do të përmbush reformat, kriteret, standardet, në atë kohë do të bëhet një vend antar i plot i Bashkimit Evropian. Por çështja këtu merret edhe bëhet politik dhe bëhet spektakël me atë që në farë forme në mënyrë implicite sikur dëshirohet që të tregohet një lloj superioriteti i paqen, do të thoja, një lloj paragjykimi për Shqipërinë, si një shtet që për herë të parë këtu nga opinioni publik maqedon, elitat politike maqedonase si një shtet i prapambetur. Bile ka një thënie që daton që nga ish Jugosllavia, që thotë se mallkuar qoftë ai shtet që perëndim e ka Shqipërinë. Thonë ka pasur një botkuptim shumë më të zymt, do të thoja më të keq për Shqipërinë, dhe tani nuk mund të perceptohet fakti se Shqipëria ka shkuar para. Dhe nëse pranohet ky fakt, atëherë do të ishte një dështim shumë i madh për qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Dhe pikërisht këtu është ndikimi i parë, do të thoja, që e bën Shqipëria me ata që ka shkuar aq shumë shpejt përpara dhe ka përmbyllur një proces që zakonisht duhen 3 vite, ka përmbyllur për 1 vit. Ndërkohë që ndikimi i dytë është nëpërmjet, ose presioni i dytë është nëpërmjet shqiptarëve etnik këtu. Ju me siguri nuk u kujtohet, mirë po në 2005 kryeministër ka qenë Branko Crvenkovski. Dhe në atë kohë
ai doli me një deklaratë shumë bombastike për opinionin në Maqedoninë e Veriut, duke thënë se jo vetëm maqedonasit, por e shqiptarët do të jenë ndër të parët në rajon të Maqedonisë së Veriut që do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ai tha se shqiptarët viti kur Maqedonia hapi mori statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe ishte një eufori shumë të madhe dhe kishte një përkrahje shumë të madhe për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe në atë kohë, pikërisht Crvenkovski tha se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut do të krenohen që do të jenë shqiptarët e parë në Ballkan që do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe tani nga ajo kohë kur Mali i Zi nuk ishte as si formuar si shtet, shkak se u formua në 2006, pra u formua nga ajo shpërbërja e mbetjes fundit Jugosllavisë, ajo Federata Serbo-Malazeze që quhej Jugosllavi. Dhe pra nuk ishte as si shtet i formuar në 2006. Shqipëria mori në 2018 statusin e vendit kandidat. Pra mendoj sa para ka qenë 13 vite më para ka pasur Maqedonia statusin e vendit kandidat. Dhe duke qenë lidere e integrimit, tani Maqedonia është në fund të asaj vije kolone të vendeve që integrohen në Bashkimin Evropian. Një parafrim kaq i afërt i Shqipërisë me Bashkimin Evropian, në rastin më të mirë një antarësim i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Çfarë do të thotë drejt për drejt dhe konkretisht për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut? Mendoj se në mungesë të integrimit të shtetit tyre, Maqedonisë së Veriut, kjo do të ishte një moment i cili mund të paraqes kthes shumë të rëndësishme, të madhe të skenës politike në Maqedoninë e Veriut. Pra një kthes të madhe për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në atë skenar që Maqedonia e Veriut të ngelet mbrapa, do t'i orientoj shqiptarët tërësisht ka Shqipëria. Në rast të parë do t'i orientoj në kuptimin e marrjes së shtetësisë shqiptare. Jo vetëm nga aspekti patriotik, folklorik. Jo vetëm nga aspekti emocional, por nga i pragmatik. Po edhe nga i pragmatik, për shkak se ajo pasaport do t'i hap rrugën, do t'ja hap dyert e tregut madh evropian. Pra është tregu më i madh në botë. 500 milion popullat. Do të jetë një derë e re për të hyrë drejt Evropës. Jo vetëm për të punuar punë krahu, por për të bërë biznes, për të votuar në zgjedhjet parlamentare evropiane, për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare evropiane, për të marrë fonde që janë të qasshme vetëm për shtetasit e vendeve anëtare evropiane. Pra, këto benefite, por edhe aspekti emocional, patriotik, folklorik, por edhe patetik nëse mund ta quajmë, do t'i detyrojë në fund të ditës. Ka shumë njerëz që kanë ëndër Shqipërinë ta shohin ende shumë mirë. Pra kanë ëndra edhe të shohin Shqipërinë më të madhe. Mirë po, pa marrë parasysh, është çështje më tepër është çështje e pragmatizmit të vetë qytetarëve që do të orientohen ende nga Shqipëria, dhe në këtë rast do të kemi një, do të thoja një shpërbërje jo në kuptimin institucional të Maqedonisë së Veriut, por një shpërbërje nga brenda e atij kohesioni që duhet të jetë në një shtet, pra. Duke qenë pjesë e familjes evropiane, edhe ai aspekti pragmatik do të jetë shumë atraktiv. Në këtë rast, duke marrë parasysh dhe afërsinë gjeografike, po ashtu edhe lirinë e lëvizjes në përkufite e rajonit, që edhe aktualisht ekziston, do të kemi një lidhje shumë më të ngjeshur, më të madhe të shqiptarëve këtu, si në aspektin politik, ekonomik, kulturor, për shkak se edhe kulturor nuk e kemi ne tash, të një që na bën të gëzohemi, edhe pse duhet ta kemi. Pa në të gjitha aspektet do të jenë më të lidhur me Shqipërinë, se sa Maqedoninë e Veriut. Dhe tani ka do të shkojë ajo rrugë më pas? Si do të reflektohet në Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh se edhe te maqedonasit tashmë 215 është numër zyrtari i Ministrisë Brendshme bullgare. 215.000 maqedonas kanë marrë shtetësi, pra, pasaport bullgare. Dhe tani pjesa tjetër do të marrë pasaport shqiptare. Tani ka ide pastaj ekzistimi i një shteti që quhet Maqedonia e Veriut. Tek një pikpyetje e madhe. Le të ndalemi pak në Kosovë, sepse edhe Kosova ka kaluar një vit zgjedhor me goxha problematika politike, me ndryshime balancash politike, me ndryshime edhe të udhëheqësve në partitë caktuara politike.
me bllokime institucionale, me bllokime marrëdhëniesh ndërkombëtare, do të thënë ka pas edhe Kosova një vit goxha kompleks. Si vjen në gjykimin tuaj ky vit elektoral, zgjedhor, krijimi institucionesh në Kosovë dhe si e ka krijuar ky shtet tashmë edhe qasjen me ndërkombëtarë, sepse duket që sidomos amerikanët kanë qenë goxha kritik. Ka një polarizim të skajshëm të shoqërisë në baza politike. Pra, kemi një polarizim të atill që pamundson bashkëpunim ose koalicionim midis partive politike në Kosovë. Pa asnjëra nuk i beson asnjërës. Dhe tani, si do të zhvillohet skena politike më tutje, unë mendoj se edhe zgjedhjet e dhjetorit, pra sot më duket kanë nënshkruar shpërbërjen e parlamentit presidentja e shtetit Vjosa Osmani, që thotë zgjedhje të reja brenda dhjetorit, dhe ato zgjedhje nuk do të thotë që do të prodhojnë ndonjë rezultat të ri, pra ky do të jetë poshtë lart. Nëse nisma e zotit Lima, tash varet se nëse do të shkojnë koalicion, mund të shkojnë koalicion jo me AK-n, por me ndonjë parti tjetër, me LDK-n, ose edhe me PDK-n. Por ta zëm se nisma nuk do të arrijë që të kaloj pragun. Ato janë 4 ose 5 deputet që mund të shpërndahen për parti të ndryshme. Do të jetë plus minus 1 deputet, çdo parti do të dalë me rezultat. Pra nuk do të lëviz shumë ky rezultat. Pra kemi ne skenarin e Bullgarisë që mbajti 6 palë zgjedhje, çdo 3 muaj kishte zgjedhje dhe çdo 3 muaj rezultati ishte i njëjtë. Ndërsa u bindën partitë politike se do duhet një lloj koalicionimi edhe pse çdo njëra ka vija të kuqe. Dhe u bë një lloj marrëveshje dhe tani ka një qeveri që funksionon me probleme, por megjithatë ka një qeveri politike atje. Pres një normalizim të situatës, duke marrë parasysh se Kosova nuk është Bullgari. Bullgaria është antare e NATO-s, antare e Bashkimit Evropian. Dhe ka luks që të ngelet pa qeveri dhe 10 vite, për shkak se funksionon shteti pa problem. Kosova nuk e ka atë luks. Kosova nuk është as antare e NATO-s, as e BE-s, as e OKB-s, nuk është e pranuar nga gjitha shtetet e Bashkimit Evropian dhe ka një Serbi agresive që kërkon ndonjë shkak që ta aneksojë veriun e Kosovës. Dhe në këtë situatë mendoj se është çmenduri që deputetët, partitë të udhëhiqen me interesa shumë të vogla, shumë konkrete partijake. Thotë në Kosovë nuk e kemi më një LDK të mëparshme që ishte ku i bënte edhe zoti Rugova, por edhe pas tij zoti Isa Mustafa, bënte kompromiset edhe më të mëdha, duke lënë edhe vendin e kryeministrit. Ndoshta ata kishin një mendësi tjetër politike. Për hir të shtetit, dhe pikërisht ajo mendësi mendoj se i ka bërë që sot Kosova të jetë e pavarur, për shkak se kanë qenë procese të rënda. Kemi pasur po ashtu edhe zotin Thaçi, zotin Veseli, që kanë pasur një botkuptim tjetër mbi politikën. Edhe kompromisi është pjesë e rëndësishme e politikës. Me që i përmendët edhe zotin Thaçi dhe zotin Veseli, ky moment që po kalon tani Kosova, a mund të jetë edhe produkt i nga njëra anë një lloj vetkënaqësie që përjetoi vetvendosja për mënyrën dhe numrin me të cilën erdhi në pushtet, pra u ndje, le të thënë ndoshta ju krijua një lloj vetësigurie, dhe nga ana tjetër mund ta ketë shkaktuar edhe mungesa e figurave në kampin tjetër të figurave si zoti Thaçi, zoti Veseli apo dhe të tjerë që janë duke u gjykuar në gjyqin e Hagës. Domethënë, mund të jenë këta dy komponentë, vetkënaqësia e njërës palë, mungesa tek pala tjetër që ta kenë sjellur këtë situatë në Kosovë. Po është e vërtetë se këto dy faktorë që i përmende kanë krijuar mundësi për partitë politike, posaçërisht për vetvendosjen që të pozicionohet ashtu si është pozicionuar. Pra o unë e marr pushtetin si parti e vetme, o nuk ka qeveri. Pra kjo është ajo që do të thotë kjo vetvendosja. Dhe duke marrë parasysh sistemin politik të Kosovës, që ka 120 deputet, me 10 deputet garantuara për pakicat, dhe 10 deputet tjerë, po ashtu edhe që u dedikohen partive më të vogla nga minoritetet, do të shumë rënd fitohet një shumicë që do të jetë mbi 50%. Pra që do të i mundsoj që të formoj qeveri vetëm me pakicat, ose të formoj vetë, aq më pak. Do të fitoj kjo vetvendosja diku mbi 60 deputet, 61 deputet, që vetë formoj qeveri.
gjë që është gati e pamundshme, u mundsua një herë që fitojnë mbi 50%, 2021 nëse nuk gaboj. Dhe ajo është momentum që nuk përsëritet më. I ka ndodhur vetëm Rugovës dhe tani Kurtit mund të përsëritet pas 20 viteve ose 10, 15, por nuk përsëritet tash. A mendoni se realiteti ose koha ose momenti politik në cilin Kosova gjendet ka prodhuar politikanë të cilët, duke ju referuar shembullit të Rugovës apo Isa Mustafës më përpara, që kanë lëshuar goxha poste të rëndësishme për të avancuar shtetin, Kosovën si shtet. A ka prodhuar koha ca politikanë që egoja nuk i le t'i bëjnë këto kompromise që t'jenë në shërbim të një grupacioni më të madh se sa grupacioni të interesit të tyre? Mendoj se është rezultati papsigurisë politike. Tash Kosova është shtet i ri dhe mendoj se ka ardhur në skenë një gjenerate e cila nuk e ka idenë e vlerës që të kesh shtet në mes të Europës. Shtetet është rënd të krijohen kudo, shtetet e reja. Është rënd edhe në Afrikë të krijohen, është rënd edhe në Azi, në lindjen e largët të krijohen. Po të krijosh një shtet në mes të Europës ka qenë jo rënd, po e pa imagjinueshme. Dhe tani Kosova ka shtet, Kosova është shtet. Dhe të eksperimentohet me këtë shtet të ri, në këtë formë mendoj se është e papërgjithshme politikisht, nga gjithë elitat politike atje, nga gjithë partitë politike atje. Kjo dëshmon se i gjitha investim, por edhe i kosovarëve, edhe i faktorit ndërkombëtar nuk vlerësohet, nuk merret parasysh. Pak më përpara e përmendë se të krijosh shtet është e vështirë. Po të mbash shtet, kam përshtypjen që është akoma dhe më e vështirë. E përmendë në fillim të fjalës tënde që Maqedonia e Veriut e ka nisë rrugtimin e vet drejt Bashkimit Evropian në 2005. Më kam përshtypjen ka qenë zonja Sheqerinska në atë kohë. Një hap i rëndësishëm, entuziast për Maqedoninë e kohës, që vinte si një arritje edhe nga implementimi i marrëveshjes së Ohrit, nga i 4 vjeçar që kishte kaluar dhe disa reforma të realizuara. Por që ka marrë plot 2 dekada që ky status ka mbetur në vend, me përparime të vogla, me kushte goxha të vështira për Maqedoninë e Veriut. Cilat mendon që janë disa nga faktorët që mund të më rëndisësh më të rëndësishme që e kanë stopuar Maqedoninë e Veriut në 20 vite drejt këtij rrugtimi? Po mendoj se 2 janë pengesat kryesore që kanë vonuar atë shumë këtë integrim. Është problemi me Greqinë, që realisht daton që nga pavarësimi i Maqedonisë së Veriut. Mirë po në dokumentet e historisë shohim që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, kur formohet Federata Jugosllave dhe Titoja vendos ta quaj Republikën e Re, pra atëherë formohet kjo republikë në këto kufi, Maqedoni, një term i cili përdoret për një rajon në veri të Greqisë, pra me kryeqytet Selanikun, që po ashtu quhet Maqedoni, që nga atëherë ka pasur mosmarrëveshje midis Jugosllavisë së atëhershme dhe Greqisë për shkak të emërtimit të republikës me emrin Maqedoni. Ne dimë se Maqedonia është një emër që lidhet me Maqedonasit antik. Po ky problem ka qenë, edhe pse historik, ka qenë shumë i rëndësishëm për Greqinë, shumë prioritar. Është pak paradoksal që Evropa asocion në të ardhmen, në perspektivë të ndritur, në miqësi, fqinësi të mirë, në një miqësi solidaritet midis shteteve. Ndërsa këto vende asociojnë në të shkuara. Në të shkuara, pra, historia bëhet pengesë një të ardhme të ndritur, duke marrë parasysh praninë e madhe të ruse në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon, në Serbi, Maltëzi, Bosnjë, në veri të Kosovës. Perëndimi pa të udhër që të bëjë çmos që ta marrë Maqedoninë sa nuk është vonë. Dhe pikërisht për këtë u angazhua që të arrihet ajo marrëveshje. Pra një pengesë u hoq nga rruga. U te i kalua me marrëveshjen e
Ndërkohë që pengesa e dytë u paraqit në vitin 2020, kur u mendua se Maqedonia e Veriut do të hapë negociatat dhe do të nisë procesin dhe do të ecë përpara. Por doli Bullgaria që bllokoi për shkak të historisë para luftës dytë botërore, që në kupton figurat historike, heronjt, shkrimtarët, gjuhën, pa çfarë gjuhë ka qenë para 1945-s, pa kur është kodifikuar gjuha maqedonase, ka qenë gjuhë maqedonase apo gjuhë tjetër. Bullgaria pretendon se ka qenë gjuhë bullgare dhe gjuha maqedonase është krijuar mbi dialektin lindor të bullgarishtes. Pra filluan këto çështje që sërish kanë bënë me historinë dhe u bllokua sërish Maqedonia e Veriut. Dhe u bllokua në momentin kur parashikohej që bashkë me Shqipërinë në një grup të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Është bllokada e dytë e Maqedonisë së Veriut që erdhi nga Bullgaria që pengoi edhe më shumë procesin. Dhe këto dy bllokada është e natyrshme, duhet të jemi realistë dhe ta themi është e natyrshme që shkaktojnë zhgënjim te populli maqedonës. Ata mendojnë se kanë bërë një sakrificë të madhe kombëtare. Shumë sakrificë që ta ndrojnë emrin e shtetit fillimisht, për shkak se qendësinë e vet e kanë lidhur drejt për drejt me shtetin. Ky kompromis me emrin e shtetit, ata e kanë parë si sakrificë shumë të madhe që do t'i vënë atë shiritin e shpejtë të integrimit në Bashkimin Evropian. Pra, jo të shkojnë negociatat 5 vite, por për 2 vite negociatat do të bëjmë pjesë e BE-s. Ashtu ishin narrativat kur ndryshua emri. Po gjë që nuk ndodhi, pra ishte Bullgaria që bllokoi Maqedoninë e Veriut. E përmendë pak më parë që Maqedonët bën një sakrificë të madhe në emër të shtetit. Po, realisht brenda Maqedonisë së Veriut, ata që duket se vazhdimisht kanë sakrifikuar kanë qenë shqiptarët. Një element shumë i rëndësishëm dhe një element kyç për mbajtjen e këtij shteti. Si e shikon sot forcën politike që kanë shqiptarët në menaxhimin e shtetit? Jo vetëm në mbajtjen e shtetit, por në menaxhimin e tij. Shqiptarët këtu në Maqedoninë e Veriut kanë qenë në pritje 3 dekada fillimisht 2 dekada të integrimit në NATO, për shkak të inateve personale, konjunkturale, partijake, ose për shkak të ndikimeve serbe, ruse, kështu me radhë që të presin këtu të bindet elita politike dhe të marrë vendime që do ta bënin vendin antar të NATO-s. Dhe tani janë në pritje të integrimit në Bashkimin Evropian. Janë më shumë presin se sa do thoja Shqipëria priti 4 vite, po shqiptarët këtu presin diku 3 dekada. Dhe kjo pritje po bëhet gjithnjëherë më shumë e lodhshme për vetë shqiptarët. Dhe mendoj se kohëve të fundit nuk kanë më edhe vullnet për të bërë presion, por edhe fuqi për të bërë presion, pra fuqi politike. Nuk kanë ndonjë figurë politike që do të tentoj të ndërmarrë iniciativë për të zhbllokuar komunikimin me Bullgarinë, siç ka pasur më parë. Me që jemi tek fuqia politike, koalicioni që udhëheq momentalisht me Maqedoninë e Veriut. Politikisht shqiptarët kanë fuqi politike në menaxhimin e shtetit apo edhe për shkak të favorit që i bëjnë numrat, VMRO DPMNE-ja udhëheq me një lloj vetbesimi dhe ndoshta edhe me një mosmarrje shumë të konsiderat të elementit shqiptar, her pas here. Shqiptarët nuk kanë fuqi politike për momentin. Kanë fuqi administrative për të administrojnë institucionet, po kur bëhet fjalë për politikat, pa për politikat ato që formsojnë identitetin institucional të qeverisë të shtetit, mendoj se nuk kanë ose kanë shumë pak. Historikisht shumë pak ndikim. Dhe kjo është shkaku në radh pari numrave që mori VMRO DPMNE. Pra, përveç shqiptarët kanë pasur ndikim kur ka pasur një baraspeshim të forcave të Maqedonisë. Njësi në Shqipëri, kur kishte baraspeshim të forcave midis PD-s dhe PS-s, ishte LSI-ja ajo që me 6 deputet që u merrte gjitha ato ministritë kryesore, edhe presidencën dhe kështu luante në atë baraspeshim të 2 forcave kryesore. Dhe mendoj se këtu shqiptarët gabuan që nuk arritën ta ruajnë këtë baraspesh, me qëllim që nesër edhe një deputet
më shumë që të kishte një forcë politike, të mund të bënte diferencën. Të bënte diferencën. Dhe këtu nuk e treguan vizionar atë sa duhet, po çështja tjetër është me faj të vetë shqiptarëve, pse kanë shumë pak peshë ose hiç në qeveri, ose në Maqedoninë e Veriut, në proceset në përgjithësi. Është problem i shqiptarëve për shkak se këtu me siguri e keni vërejtur se kur dilet në zgjedhje nuk përmendet zgjedhjet janë parlamentare, mirë po më shumë përmendet pushteti, qeveria, se sa parlamenti si institucion. Ne nuk i zgjedhim deputetët për t'i çuar në qeveri. Ne i zgjedhim për t'i debatuar çështjet në parlament. Dhe unë jam i thari i idesë që nuk është patjetër që një parti politike shqiptare të jetë me çdo kusht ose pa kusht në qeveri. Ne kemi 30 deputet, ashtu, kemi votuar për 3-4 parti që i kanë 30 e ca deputet aktualisht. Nëse pozicioni që i ofron VMRO DPMNE me 58 deputet të fituar dhe pa nevojë që të ketë partner koalicioni shqiptar, për shkak se mes namin i kanë 64 deputet. Dhe nëse të ofron një pozicion pa pushtet, pra atëherë nuk ka dhe jo vetëm Vleni, pa asnjë parti tjetër s'ka. Sepse fundja presupozohet që parlamenti të jetë një lloj kontrolluesi edhe mbajtje balancash edhe të pushtetit qendror. Me 30 deputet je forcë e konsiderueshme politike që mund të përshpejtosh proceset, mund të bllokosh proceset, por edhe një gjë tjetër, pra, nuk ka ekzistuar deri më tani qeveri pa shqiptar. Pa nëse thua ajo nuk vi me këto kushte, ajo ta jep fuqinë politike që të nesërmen të kesh një pozicion shumë fuqishëm. I përmendëm pak më parë Vlenin, me që bashkëqeverisin momentalisht, por megjithatë edhe brenda vetë Vlenit kanë filluar, duket se është bërë një tenxhere me presion, ku nuk është arritur bash pika e vlimit, por kanë filluar le të themi testimet e forcave, matja e forcave se kush do të jetë lideri, kush do e udhëheqë Vlenin. Ju si e shikoni këtë matje forcash edhe kë shikoni më të mundshëm që do të jetë lideri i këtij koalicioni? Si koalicion me 4 parti, me 3-4 deputet secila, 2, 3, 4. Një parti ka vetëm një deputet në atë koalicion. Dhe me struktura që diku ngërshetohen, diku koordinohen, diku nuk koordinohen, garojnë njëra me tjetrën. Nuk besoj se mund të funksionojë si koalicion afatgjatë. Ky koalicion u krijua para zgjedhjeve 2024-s dhe deri më tani është e dashur që të fuzionohet në një parti politike. Nuk mund një subjekt politik, një subjekt juridik, qoftë politik, qoftë ekonomik ose sido që ta quani, funksionoj me 4 udhëheqës. Patjetër duhet të ketë një udhëheqës, një hierarki të qartë, që të dihet se kush ndaj kujt përgjigjet dhe kush për çka ka përgjegjësi në atë subjekt. Kjo udhëheqje ose ky drejtim kaotik i koalicionit nuk besoj se do të zgjas shumë. Pra do të vinë në një moment kur nuk do të përputhen interesat e gjithëve aty. Dhe çfarë do të shkaktoj kjo mospërputhje? Kjo do të shkaktoj, mendoj se nëse nuk arrihet që nuk arrin që të bashkohet në një parti politike, vlem pas vitit të ri. Ka gjasa që të shpërbëhet, njëjtë si u shpërbë Alianca Kombëtare për Integrim. Pra kemi daljen e zotit Sele nga ai koalicion. Dhe tani ka mbetur një koalicion i BDI-s me zotin Taravari dhe Lëvizjen Populli. Pra, edhe ajo s'është garanci se nesër këta pas zgjedhjeve nuk do kemi daljen të Taravari pas zgjedhjeve të janarit që përsëriten në Kostivar dhe Vrapçisht. Ose nuk do të kemi dalje të Lëvizjes Populli me një deputet që është zoti Skënder Ergjeli. Pra nuk do të ketë, pra këto koalicione janë parazgjedhore dhe nëse nuk krijohen strukturat menaxhimit të tyre, nuk besoj se mund të ekzistojnë më pas. Kë shikoni si potencial për që nuk heqë si Vlenit? Se duket sikur mes Tetovës dhe Çajirit luhet. Ka dy, është zoti Izet Mexhiti, që fitoi Çajirin,
një komunë e cila u pasi arenë kryesore për plasjes të politika shqiptare. Dhe është zoti Bilal Kasami që po ashtu fitoi një komunë që është e rëndësishme për shqiptarët këtu. Është komuna e Tetorit që llogaritet si kryeqendra e shqiptarëve këtu. Dhe pikërisht këto dy figura pretendojnë që të jenë lider të Vlendit. Mirë po, ajo që unë mendoj se pamundson bashkimin e këtyre është mungesa e një ideje dhe idealit përbashkët. Për shkak se njerëzit nuk bashkohen vetëm për interesa. Njerë bashkohen ose duhet edhe një filozofi politike, një frym politike. Një ide, që edhe nëse nuk është një person i caktuar aty, ideja do të vazhdoj. Duhet një ide, jo vetëm sa për të qenë ide. Duhet një ide reale, një ide e kapshme, një ide që do të transponohet pastaj te struktura, antarësia, që me 3 fjalë do ta thotë çdo mbështetës i Vlendit. Duhet një ide e cila është e realizueshme, është e mirë, është e kapshme, dhe e cila më pastaj do t'i përbashkojë edhe këto lider që janë të konfliktuar ose garojnë kundër njëri tjetrit. Por çështja kryesore, mendoj se problemi kryesor është paqëndrueshmëria e koalicioneve, për shkak se të njëjtat bëhen duke u bazuar në matematika të thjeshta, në atë aritmetik zgjedhore, pra ai ke 100.000 vota ti, unë i kam 50.000 dhe do bëjmë 150.000, gjë që nuk del ashtu rezultati, e pam se nuk del ashtu. Dhe mungesa e idesë për të bashkuar të gjithë njerëzit që janë të ndryshëm. Referuar të gjithë këtyre komponentëve që numëruat tani në fund. A ekziston edhe mundësia tek surprizat e zgjedhjeve të parakoshme? Po unë mendoj se edhe zgjedhjet e parakoshme janë shumë të mundshme. Janë të mundshme për shkak se jo se VMRO DPMN ka një rezultat të mirë në këto zgjedhje. VMRO-ja ka diku 130.000 vota më pak se sa vitin e kaluar që mori. Vitin e kaluar mori 430.000 vota. Tash ka marrë vetëm 300.000 vota. Pra ka një rënje shumë të madhe. Po çfarë mund ta shti VMRO DPMN që të shkojë në zgjedhjet parakoshme është fakti se edhe LSM-ja ka rënje. Pra LSM-ja është në një dezorganizim total. Pra kemi një udhëheqësi e cila është anemike, është pa fokus, pa energji, pa vullnet që të bëjë diçka. Mbron vetëm bizneset e njerëzve që janë rreth kryetarit dhe të kryetarit. Kështu që nuk ka ndonjë shenjë se ajo mund të ribëhet ajo parti. Nga ana tjetër, Levica që vlerësoi se do të ishte një zëvendësim për LSM, si në rastin e Greqisë, kur PASOK ra dhe u ngrit Siriza si parti e re. Por kjo nuk ndodhi në këtu te ne, për shkak se Levica nuk u ngrit. Nëse matematikat brenda VMRO-s do ta tregojnë se do të fitojë më shumë se 58 deputet, ajo do të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Do të shkojë edhe për një arsye tjetër, do të shkojë për shkak se nëse do të ketë ndërmend të përmbush para kushtin kryesor për hapjen e negociatave, për çeljen e negociatave, që është ndryshimit kushtetuese në përputhje me propozimin francez, atëherë do t'i duhet një mandat i tërë, pra nuk mund ta bëjë në gjysmë mandati. Për shkak se ajo do të ishte një strategji e gabuar partijake. Ajo do t'i duhet një mandat të tërë që ta amortizojë me kohë këtë kompromis që do ta bëjë. Dhe këto janë 3 arsye që mendoj se do të ketë zgjedhjet parakoshme. Konvenim dhe matematika. Kujt do t'i kushtoj më shtrenjtë vajtjen në zgjedhjet parakoshme? Vlenit apo forcave të tjera? Se s'po themi dot edhe AKI se ka filluar shpërbërja. Varësisht, pra nëse Vlen arrin të konsolidohet si një parti politike me gjitha nishanet, me gjitha strukturat, hierarki precize, saktë, atëherë besoj se Vlen ka një momentum që mund të shënojë rezultat të mirë. Në të kundërtën, nëse do të ketë rikonfigurime të reja, por edhe ripozicionime, por që nëse do të ketë edhe parti që vetë do të garojnë, atëherë do të ngelen në atë domenin e partive të vogla, pra partive satelit që hynë e dalin në për koalicionet ndryshme qeveritare. Edhe të BDI-a, pra nëse do të arrijë që të bëjë një reformë të thellë në Kongres,
duke sjell njerëz të ri, duke promovuar figura të reja, politika të reja, një koncept modern për politikën, jo me atë që e kemi parë 2 dekada ose 3 dekada, që sa ka 23 vite që nga formimi i saj, pra e kemi të njëjtin narrativ. A e dhanë provën të rinjt e promovuar në BDI? Shif, nuk mund të pretendohet që me një palë zgjedhje që ju e dini se Mickovski u zgjodh në 2017 dhe nga atëherë deri në 2024 ka humbur në gjitha ciklet zgjedhore. Ka humbur për zgjedhje lokale, humbi zgjedhje parlamentare, humbi zgjedhje presidenciale prej Lestërmasi. Mirë po, vizioni dhe energjia, ai që demonstronte në udhëheqje me VMRO dhe PMN, ka bërë që njerëzit të besojnë se ai e ka për një moment ta çojë partinë drejt fitores madhe, pra drejt marrjes së pushtetit. Dhe varësisht se çfarë përkushtimi do të ketë udhëheqja e re e BDI-s, ose njerëzit e ri të BDI-s. Pra nëse janë aty vetëm për të qenë, nëse janë aty vetëm për të fotografuar, nëse janë aty vetëm për të kërcënuar ose për të shëruar komplekse me njerëz të tjerë, atëherë nuk ka edhe perspektivë ajo gjenerat. Mirë, po nëse është një gjenerat me vizion, që ta ndryshoj politikë bërjen në BDI. Nëse njerëz të duhur do të zgjidhen dhe do të zgjedhin një koncept të duhur të reformimit konceptual të partisë, mendoj se zgjedhjet e parakohshme do t'i sjellin një rezultat të mirë kësaj partie. Andaj edhe mendoj se është çështje e kalkulimeve politike që do të bëhen para se të shpallen zgjedhjet e parakohshme, nëse shpallen, ai do të jetë diku nga mars-prill, që do të shohim se si do të zhvillohen deri atëherë proceset brenda partive, por edhe në skenën politike, që të mund të shohim se kush mund të përfitojë më shumë nga ato zgjedhje. Unë të falenderoj shumë për të gjitha mendimet që ndaven në këtë agora dhe urojmë që të kemi qenë sa të pak shtyrrues në të gjitha mendimet që dam për këtë rezume që ju bëm zhvillimeve në rajon përtej Maqedonisë së Veriut. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi ishte të jem pjesë e agorës. Faleminderit.